përpastoj mendoj që suksesi i tij do të jetë i padiskutueshëm. Kjo gjuhë që ai përdori nuk ishte një gjuhë diplomatike e mirëfill, ishte një prioritet i punës së tij dhe derisa ai ka marrë përsipër përpara ligjvënësit në Shtetet Bashkuara të Amerikës të çojë përpara zhvillimet në luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe karteleve të drogës, ndërkombëtare dhe kombëtare, do të thotë që ai do të punojë me të gjitha mjetët dhe forcat për të eliminuar atë që sot karakterizon Shqipërinë, për të eliminuar, si të thuash, ekzistencën e shtetit të shtetit të karteleve të drogës në Shqipëri dhe të karteleve të krimit në Shqipëri. Prandaj them që është shumë e rëndësishme. Megjithatë, ai është i detyruar të punojë me kryeministrin e Shqipërisë sa kohë Edi Rama është kryeminist. Por ka një avantazh, sepse edhe nga gjatësia e trupit është në të njëjtën mas me kryeministin dhe ka mundësi që ta shohë kryeministin drejt në sy dhe jo nga poshtë siç e shifte Yuri Kim për shembull. E kuptoj. Ndërkohë, Eugene, pavarësisht qëndrimeve të ndryshme dhe të fragmentarizuara të Europës, kur asnjë përfaqësues i Europës nuk ka përdorur sado diplomatike këtë lloj gjuhë ndaj realitetit në Shqipëri. Si e sheh këtë kontrast? Po tash Europa është në një gjë mirë, më falni. Gjë është mirë. Ngjen zëri prap. Okej. Tash Europa është në një vend shumë të delikuar, e kemi thënë disa herë, ka frikë Shqipëria, Serbia edhe vendet të Ballkanit Perëndimor, kthehen nga Rusia dhe nga Kina. Pra po munojnë të përdorin një gjuhë shumë më shumë diplomatike se sa ambasadori amerikan bëri tje. Duan marrin këto vende afër, duan të anëtarsojnë brenda Bashkimit Evropian, por të them të drejtën, asnjëri as tjetri nuk më duken në favor të Shqipërisë së shqiptarëve, sepse edhe ambasadori dje foli për